Xhirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Jemi njësit të përretimin e kontrabandës në regionin e Mitrovicës. Në bazë të rrugëve operative ke marrë një informatë që një kamion i madh e ka një rezervuar të modifikuar, dyshohet që ka derivatet naftës, edhe veç të presim daljen e tij. Kamionin e madh që kena po, jem djegja tina në përcjellje. Njësia tangos për brajnë dhja një zera, veç afer jusha një 200 metra. Dë bidona i ko. Përcjellet kamionet në fjalë në terminalin doganor. Siç po shihet në bazë të informatës që patëm më herët, ka rezultuar që informata është e saktë. E kena ndol kamionin së bashku me njësinë e trafikut, ka ardhur njësia doganës edhe ky kamion shkon veç në terminal doganor ku atje tash i kryjnë procedurat doganore. Po shihet veç që në ofer terminalit doganor, kamione veç do të vendoset atë në parking terminalit doganor edhe zyrtarët doganor do të merren me procedura tjera administrative që ka nevojë.